Klubi futbollistik Arsimi vazhdon betejën për një vend në elitën e futbollit vendor. Në Gjiron e 27, skuadra nga Çegrani shpreson një rezultat pozitiv si Ngoqiri Bregalnicës. Ndeshja e cila do të përcaktojë shumë çka për trajnerin Vildan Saliu duhet fitohet. Kjo falë dhe gjendjes së mirë fizike dhe psiqike të lojtarëve. Ai beson të përzgjedhurit e tij për të cilët shpreh fjalë miradije, sikurse edhe për diasporën dhe sponsorët e klubit. Jemi me një situatë kur jemi pranë një realizimi të një ëndre shumë vjeçare. Dhe kur them këtë fakt, dhe me thonë jemi shumë të vetëdijshëm, jemi shumë të gatshëm, jemi shumë të disponuar, jemi shumë të motivuar për të shpresuar dhe për të menduar sepse mund të arrijmë një gjë të tillë që klubin tonë të dashur Arsimi ta shohim në ligën e parë. Kjo na jep të drejtë të shpresojmë edhe rezultatet e gjysmëfinalit të ditë, ku në 19 ndeshje të zhvilluara kemi 8 fitore, 2 barazime dhe 1 humbje, dhe fal kësaj në fakt këtij angazhimi të lojtarëve sigurisht, ne kemi erdhur deri në një moment që të shpresojmë Arsimin ta shohim një ligë më lart. Sigurisht ndeshja e shtunës do të jetë një ndeshje derbi, ku përballë kemi ekipën e Bregalnicës, një ekip e cila ka një traditë në futbollin vendor, por ne kemi shumë vetbesim të lartë, lojtarët që janë shumë të motivuar, thashë siç përmenda më lart, rezultatet na bën një gjë të tillë ta shpresojmë, dhe sigurisht me angazhim, disiplinë, seriozitet në fushën e lojës, me përkrajën edhe tifozëve të cilët besoj dhe jenë në numër i konsiderueshëm, sepse kemi nevojë për mbështetjen e tyre, andaj shfryzoj rastin nga ky moment të ftoj gjithë adhuruesit e futbollit këtu në qytetin e Gosivarit dhe rrethinës, ditën e shtunë në ora 5 në stadiumin e qytetit në Gosivar, të jenë prezent të na përkrajnë dhe të jenë pjesë e kësaj momenti ku ne së bashku do të shkruajmë historinë për klubin tonë. Ende nuk dihet formacioni me të cilin Arsimi do të zbresë në fushë kundër Bregalnicës, por trajneri Saliu tashmë ka në dispozicion edhe 2 lojtarë të suspenduar paraprakisht për shkak të kartonëve, por nga ana tjetër 2 lojtarë të rëndësishëm do t'i mungojnë për shkak të lëndimeve. Megjithatë, ai pret mbështetje nga lojtari 12, publiku Gostivaras t'i mbush tribunat e stadiumit të shtunën në ndeshje e cila fillon në ora 17. Sot e fillon mikrociklusin e ndeshjes ardhshme, sigurisht nga ndeshja e kaluar na kthehen edhe 2-3 lojtarë të cilët i kishin pezulluar me kartona. Kemi vetëm një lojtar të lënduar i cili ka kputur ligamentin e gjurit. Në emrin tim personal dëshiroj shërim sa më të shpejt, dhe kjo është një motiv shtesë për ne që ndeshjet e radhës të luftojmë edhe që fitore t'ja kushtojmë atij, sepse ka qenë pjesë e rëndësishme e formacionit bazë. Dhe i na kthehen edhe lojtarët të cilët kanë qenë të pezulluar. Do shohim si do shkojë ndeshja gjatë javës, në fakt stërvitje, dhe mbas asaj do ta vendosim edhe për formacionin i cili do ta bëjë peshën në këtë ndeshje. Saliu thotë se shpresat janë të mëdha që Arsimi sezonin e ardhshëm të garojë në elitën e futbollit vendor. Jemi shumë të motivuar këtë moment dhe këtë situatë duhet ta shfrytëzojmë, sepse kjo nuk të vjen rrallë herë dhe lojtarët e dinë këtë gjë. Arsimi është një klub me traditë, 52 vjet futboll aktiv, pa mos u shuajtur asnjëherë si klub, dhe është momenti për ta bërë këtë hapin e dur. Dhe me thotë, tash nga Liga 3 të erdhëm në Ligën e dytë, 3 vite, kjo është viti i tretë, janë Ligë dytë, ku kemi krijuar një ekip stabil, bazë, edhe dal nga dale mendojmë se është koha dhe momenti i dur që Arsimin ta ngrisim edhe në një nivel më lart, që është Liga e parë e futbollit vendor, që do jetë një sfidë e rëndësishme për ne, por jo e pamundur duke llogaritë se Arsimi për Çegranin është diçka shumë e shenjtë. Muhidin Dardhishta dhe Alban Taipi, 2 futbollistë të klubit futbollistik Arsimi, thonë se të shtunën kundër Bregalnicës janë gati për të vazhduar me serinë e fitoreve. Për ndeshjen e së shtunës ndaj Bregalnicës, jemi të vetëdijshëm që na pret një ndeshje tetë e vështirë, dhe do jetë një mundësi shumë e mirë në një përballje direkte nëse marrim 3 pikët dhe e sigurojmë në një farë mënyre vendin e tretë. Por pse jo, edhe janë në lojë po ashtu edhe 2 vendet e para, distanca është 2 pikë dhe gjithçka besoj se do varet nga ne. Pra e presim maksimalisht e gjithë skuadra të jemi të bashkuar dhe shpresoj në një rezultat pozitiv. Pas 7 fitore me klubin e Arsimit dhe një barazim me Detonitin, pra jemi në gjendje psiqike dhe fizike mjaft të mirë, ku të shtunën do të luajmë kundër Bregalnicës dhe besojmë me 3 pikët dhe me angazhimin ton maksimal shpresojmë do ja dalim. Ndryshe, situata në tabelë në ligën e dytë futbollistike të Maqedonisë është: lideri Makedonia Gjorgje Petrov ka 57 pikë, Bashkimi 56 pikë, Arsimi ka 55 pikë, ndjekur nga Bregalnica me 52 pikë. Në fund të tabelës janë Pobeda dhe Varda Negotino me nga 30 pikë, mes tyre është Novaci me 29 pikë.
ndërsa në pozicionet kryesore në rëndjet më të ulët dhe në play-off janë Osogova me 22 pikë, Boreci 13 dhe Vardarski me 11 pikë.